e BE-ja. Ajo çfarë mund të bëj është që të mos i jap më servis avantazhe, të mos e financoj me ato taksat të evropianëve, të jap ndihma financiare në emër të integrimeve, të mos të mbështet Serbin, të mos hap kapituj të ri, edhe rasti i fundit i vizitës së zotit Vučić në Rusi, përkundër disa paralajmërimeve nga BE-ja se nuk duhet të ndodhte, e tregon një mospërfillje që diplomacia kosovare kësaj qeverie ka qenë e preokupuar më shumë me çështjet e brendshme se sa me çështjet e mandatit ligjor që ka për pasimin e Kosovës në aspektin diplomatik. Dhe duket se edhe kjo vizitë tashmë në Rusi do se me një sinjal të qartë se orientimi i Serbisë është drejt Rusisë shumë më shumë se drejt BE-s, duket që BE-ja do të kaloj edhe këtë vizitë me një shërtim formal, e që është dekurajues për Kosovën edhe pjesën e saj që do duhet të ishte konstruktive dhe pragmatike në rrugën drejt BE-s. Do të thonë kemi një BE me dy qasje ndaj Kosovës dhe Serbisë që janë të ndryshme për fat të keq, por Kosova duhet të shikoj rrugën e vet dhe duhet të gjejë rrugë diplomatike për ta bindur stafin diplomatik në BE që është vendimarrës që këto masa dhe hapja rrugës drejt integrimeve është jetike për Kosovën dhe Kosova nuk ka alternativë tjetër. BE-ja, ajo çfarë mund të bëj është që të mos i jap më servis avantazhe, të mos e financoj me ato taksat të evropianëve, të jap ndihma financiare në emër të integrimeve, të mos të mbështet Serbin, të mos hap kapituj të ri, të mos i pranoj atë progres të limituar që mund ta bëj formalisht drejt plotësimit të kritereve ndaj BE-s dhe të mos investoj në aspektin e biznesit në Serbi, po në rand të parë çësia e BE-s ndaj Serbisë ka qenë lëvatuese, ka qenë shumë më pozitive ose më falëse në raport me veprimet që Serbia i ka bërë ndaj BE-s, ndaj dialogut, ndaj përgjithësisë ndaj Kosovës, shkelja e vazhdueshme e marrëveshjeve të arritura, mos progresin e ato marrëveshje të dakorduara që nga viti 2013 tek ne, por duket që Serbia ka atë pozicion duke pasur mbështetjen fuqishme nga Rusia dhe shtetet tjera që janë me prirje autoritare, duket si BE-ja për arsye që vetëm ajo mund t'i di, ka qenë shumë më tolerante. Edhe rasti i fundit i vizitës së zotit Vučić në Rusi, përkundër disa paralajmërimeve nga BE-ja se nuk duhet të ndodhte, e tregon një mospërfillje që zoti Vučić dhe Serbia në përgjithësi e ka ndaj BE-s. Dhe duket se prioritare ka raportet me Rusin përderisa çështja e dialogut dhe e plotësimit të kritereve për antarësim e rrugës drejt BE-s duket se është dytësore, pa e që ka ndodhur me vendosjen e masave të BE-s ndaj Kosovës ka qenë e padrejtë, ka qenë jo balancuese në raport me veprimet që janë ndërmarrë nga BE-ja për Serbinë, për faktin që është lidh, këto masa janë lidh me përparimin e dialogut Kosovë-Serbi, se sa ka bërë qeveria e Kosovës në drejtim të heqjes në këtyre masave, e kemi pasur që ka ndodhur pak, për mos të thënë as pak, sepse për fat të keq diplomacia kosovare kësaj qeverie ka qenë e preokupuar më shumë me çështjet e brendshme se sa me çështjet e mandatit ligjor që ka për pasimin e Kosovës në aspektin diplomatik. Kemi pasur shumë pak aktivitet edhe shumë pak betueshmëri të ndërtuar mes partnerëve dhe aleatëve tanë strategjik që do të mund të ndikonin në heqjen e këtyre masave, po sido që të jetë, ky vakum institucional që sot e kemi e bën edhe më urgjente edhe më prioritare që sa më shpejt të konstituohen institucionet dhe të qasen me një seriozitet mjaft të madh sepse si masa dëmtojnë edhe më shumë edhe ashtu një ekonomi të cenueshme të Republikës Kosovës.